të nderuar jetën, veprën dhe personalitetin e një njeriu të jashtëzakonshëm, profesor Naim Hoxhës. Humbja e tij është e dëmshme për secilin prej nesh, po veçanërisht për familjen, cilëve sinqerisht ju shpreh ngushtimin. Profesor Naimi ishte një mentor i rrallë, një profesionist i pa kompromis dhe një njeri me shpirt të madh. Kam pas nderin punoj si asistent i tij në universitet, më pas si koleg në Institutin e Invest për një kohë të gjatë. Profesor Naimi reflektonte një gjë të jashtëzakonshme, se dia nuk është veç zotrim i njohurive, është kulturë, është karakter, është mënyrë e jetesës. Si pedagog, ndër më të mirët që kam takuar, gjithmonë insistonte se mësimdhënia duhet të frymëzoj studentët. Këtë e ka arritur gjithmonë pa asnjë dyshim. Profesori Naim kishte një dije poliedrike. Me lehtësi me të mund të diskutojë mbi teknologjinë, mbi letërsinë, filozofinë, ekonominë, zhvillimin dhe kishte një zell të jashtëzakonshëm për të sqaruar dhe mbrojtur pikpamjet e tij, po dhe gatishmërinë për të dëgjuar pikpamjet e tjerëve me po të njëjtin zell. Mbi të gjitha ishte një njeri modest, me kulturë të jashtëzakonshme pune. Kontributi i tij në themelimin e Institutit Rinvest është i pakrahasueshëm, angazhimi i tij në rritjen dhe jetësimin e misionit të tij mbetet frymëzues. Ishte nga ata profesor që hapte horizonte dhe mbyllte kurreshtje intelektuale si të student ashtu edhe të kolegët. Profesor Naimi la shumë më tepër se sa kujtime të mira, ai la një standard sjelljes profesionale dhe njerëzore, një frymë përkushtimi ndaj dijes dhe Kosovës. Dashur profesor, ju falenderit për gjithçka që keni dhënë. Në emrin tim dhe të Institutit Rinvest, ju shpreh ngushëllimet më të thella familjes, kolegëve dhe gjithëve që patën fatin të njohin. Qofti përjetshëm kujtimi për profesor Naim Hoxhën. Ju falenderit. Ju ftoj për një minutë heshtje në nderim të profesorit Naim. Nderuara familje Hoxhe, nderuara Xhif, nderuara Ylli dhe gjithë tjerë. Para disa kohën e u taku me Naimin, kur e frekuentonim 30 vjetorin e Institutit Rinvest dhe e pam se smundja kishte randu, po dëshira, kjellësia, edhe dashamirësia, edhe konstruktiviteti ishte aty dhe nuk e kalon deri në frymën e fundit. Profesor Naimi lindi në Prishtinë, në një familje të nderuar me një bagazh të fortë kombëtar, e cila familje ka dhënë kontribut të rëndësishëm në rilindjen e Kosovës pas ngjarjeve të korrikut 1966, kur ra shteti policor. Ai bëni një shkollim të mirë, të themel, për tiparet e cilët foli Albani, edhe ai si student sigurisht e ka vlerësuar edhe më mirë se unë. Për arsye se ka pas kënaqësinë me qenë student i profesorit Naim. Profesori Naim kreu gjimnazin e Prishtinë, mandej kreu fakultetin teknik, fakultetin elektronik dhe studioj edhe për master në Zagreb. Gjithashtu ai ka bërë edhe një sër trajnimesh dhe edukimesh pas diplomimit si orakmë, edhe për dhonat në Paris, në Sofje edhe në shumë vendet e tjera. Karriera e tij në punë është shumë e pasur. Spari ai ka qenë një pioner i shkencave të informacionit në Kosovë. Kështu që karriera e tij lidhet në këtë fushë. Ai filloi karrierën e tij në sistemin invalidor pensional të Kosovës, pak më vonë u zgjodh asistent fakultetin elektroteknik, pastaj u bë udhëheqës i përgatitjes teknike dhe qendrës llogaritare në termocentralin Kosova Bejën Obiliq, në Metal Stjanjeves, dhe ishte edhe përfaqësues i Iskra Delta, një organizatë pionere teknologjisë informacionit nga Ljubljana. Përveç në fakultetin e elektroteknik, ai ishte ligjërues edhe në shkollën lartë teknike të Mitrovicës.
Ma vonë, pra, ka qenë autor i software originale, parat Kosovë, me emnin Hona këtë. Po, emnin Hona. Andaj, në Ministrinë e Financave, ka bashkëpunu me shtyllën e 4 të mikut, edhe na u pajtum që ai me shku atje bashkë edhe pse na la keq në Invest, por duhej me pas njerëz të mirë edhe në UNMIK, edhe në shtyllën e 4. Ishte udhëheqës dhe zyrës së Oxfam Britanisë Madhe në Prishtinë. Do me thonë, në karrierën akademike, ai ishte ligjërues fakultetin elektronik në shkencat kompjuterike për bazat e të dhënave, mandej në fakultetin ekonomik edhe në kolegjin Rinvest. Tash pak një notë ma personale. Ky lajm i piklu shumë mua dhe Rinvestin na gjetin në një tubim të rëndësishëm, tubimin ton vjetor ekonomik. Edhe kjo shkaktoi një dhimbje të madhe edhe për neve, por edhe familjen, për të cilën ishte aq i përkushtuar. Shumë i përkushtuar, shumë i dashur për familjen. Unë njohëm në fillim viteve 90. Unë e kisha dëgjuar për Naimin, por vitet në 90-ta e pash për herë të parë, kur unë isha atëherë udhëheqës i katedrës për menaxhiment dhe informatik, fakultet ekonomik, dhe po kërkoja një ekspert që do të mbulonte lëndët nga fusha e informatikës pas reformës së rëndësishme të programit mësimor nga kjo lëmi. Edhe atë po kërkoja një profesor për bazat të dhënave, inxhinierinë softverike, menaxhimin e projekteve softverike e tjera. Pas konsultimeve me Begim Gashin, nuk di sot tash më ranë mend që se kom thirrë edhe pse kam thirrur për mbledhje komemorative, por sigurisht ai do të ishte këtu bashkë me neve, se di sa e ka dashtë dhe vlerësu. Të dashur dashamir të babit, dhe i moqës. Nuk kam detyrë më të vështirë jetë me thonë qëta. Ata që mu i me thonë është që a ju ka dashë shumë, ju ka respektu shumë, po edhe ju ja keni ofru diçka që nashta nuk e dini, hapësirën me ushtru pasionin e vetë. A i ka qenë këtu në pasionin që e ka pas më të madhe në jetë, arsimin, debatin, shkencën, përparimin, dhe Albanin, Agjen Muhamet, Agjen Umer, Agjen Azir, gjithë juve ju ka pas jo veç kolegë, po shok në rand parë, se me babin nuk i mujt me konë në relacion tjetër. Ka qenë bajek bukur problematik në këtë aspekt. Juve ju ka trajtu me dashamirësin më të madhe, po edhe ju i keni ofru diçka shumë të madhe ati, mundësin për me qenë ai që ka qenë. E falenderoj mas posaçërisht Agjen Muhamet, që edhe kur ka qenë në situata të vështira, ja ka qenë gjithmonë derën, dhe është për kujdes që ai me i bo atë punë për cilën folin edhe Albani, edhe Agjen Muhamet, edhe besoj keni çka thonë edhe ju të tjerë. Shumë faleminderit për fjalët e mira, për respektin që keni treguar gjatë jetës tij. Në emër të familjes ju falenderoj shumë.